Javën e kaluar pat një debat, një idiot i fllihur e fyti pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thoi ke pedofil, edhe fjalët në dita si s'du t'i përmend. Sallallahu alaihi wasallam. Një emision dikon në Kosovë, nuk po dua me ma përmend as emrat. Jo që s'po duhet mi reklamu. Pikimi është ndaj jush, hoxhin nderuam. Si është në gjendje e këtyre që e fin pejgamberin në jetën tjetër? Pa dyshim se në botën tjetër ai që e fin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam do të jetë përfundimisht zjarri i xhenemit. Nëse nuk pendohet gjatë jetës tij të kthehet në islam. Rrezikshmëria e tyre është se ato kurrë nuk do dalin prej xhenemit. E xhenemi është i hatashëm, është i frikshëm. Thonë shehu jon Allahu rujt, mjafton tonë në xhenem që ambienti thotë është i errët. Shumë i errët, shumë i frikshëm, shumë i nxehtë, të thotë nuk e din prej ka të vinë goditjet. Nuk e din prej ka të vinë goditjet në xhenem. Shkak se Allahu azza wa jall xhenemin e ka bë enkas për këto njerëz, të cilët do dalin dhe mohojnë Allahun azza wa jall, do dalin dhe ofendojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe këto do të kenë dëshkim jo vetëm xhenem, por në momentet e vdekjes. Zakonisht, subhanallah, zakonisht këto njerëz që fynë, Allahu azza wa jall i përfundon përfundon jetën me një vdekje tragjike. Ke pa plot shembull. Pa i potencu filon, keni pas se vdekja e tyre është tragjike. Mirë po, ajo që është më e keqja dhe që më shumë uaqon Allahu azza wa jall që ti mundon ata, është në familjet e tyre u uzon. O fëmit, o nipnët, o grujën dikujt. Në thonë, ja qonë Allahu azza wa jall islamin mrena, që vazhdimisht ta mundoje në zemrën e tij. Këtë dritë, këtë islam, që ky pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, që edhe jo muslimanët kur kanë shkruajt libra për humanizmin, për njeriu më të mirë që ka njoft toka, më të drejtin që ka njoft toka, e kanë vendu numër 1 Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pa besimtarët, flasim për besimtarët. Flasim për pabesimtarët, e kanë vendu numër 1. Ai mlefi i urrëties i tij, ajo është një kundër replik për ta, një kundër përgjigje për ta. Nuk e dëmton islam. Nuk i dëmton musliman. Pa dyshim muslimanët nervozohen, i dhrohet se është për imanit, besimit, duhesh më udhënu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duhesh më dal mbrojtje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet më u caktu njerëz kompetent që din me e repliku ata me argument. Nëse është për njerëzve që vlen më marr me ta, a nëse nuk është thjesht diku një ndyrësirë që ka dalë ndyrësirë e TikTokut. Një ndyrësirë e TikTokut. Fakti për fat keq që këto rrjetet sociale, domethënë i bëjnë disa njerëz, u hapin hapësirë çdo kujt tash me fol, e shpalosë dikujt, e shpalosë çdo kush nëpër këto rrjete sociale. Faktikisht tash edhe për fat keq edhe mediumet janë bo njerëz të cilët i thirrin, ose emisione të cilat i thirrin këto njerëz, u hapin hapësirë çdo kujt me fol. Tash abojnë këto nga qarqe të ndryshme, nga prapavia të ndryshme, për shkak se e shohin se Islami, alhamdulillah, që ky Muhammedun Rasulullah, vetëm sot nuk e dim sa milion herë është dëgjuar. Miliardë herë. Sa Allah thot, wa rafa'na laka dhikrak, o Muhammed, ty ta kemi ngrit emrin tënd, përmendjen tënde. Shahadu an la ilaha illallah, shahadu an Muhammed Rasulullah. Vetëm në shkup nuk e dim sa herë është thonë. Sot mas pak ti të thomi 5 herë në ditë. Namazet shkup. Po me Mardetov në Gostivar, shkup. Po në botë. Më thonë saj, Allahu e ka ngrit këtë. Këto islamofoba, e këto të cilët e kanë atë mlefin ndaj pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka treguar për ta. Inna shani'aka huwa al-abtar. O Muhammed, çaj urrejt si yt që qanë edhe që të ofendon, thot, ai është farsosur. Dhe sosin ato. Unë baron aty në eufori. Një ditë, 2 ditë e kanë atë u gjumin, Allahu i poshtron. Kush përmend për ato? Kush din për ato?
Kush di për ato? Kush njeh për ato? Kush interesohet për ato në këtë botë? Askush. E për Muhammedin ton sallallahu alaihi wasallam, mjafton që Allahu ja ka ngrit vlerën. Mjafton që Allahu e ka bë që të hysh në Islam. Barabart me emrin e tij e ka vënë edhe emrin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Po unë du me thonë veç la ilaha illallah. Ti do me thonë veç la ilaha illallah, me afdon pa Muhammedur Rasulullah. Morat këto dy me u bashku, po pash nuk ja vlen më marr me to, sidomos. Unë qëllimisht e ceka, se dhe shkujta një status në Facebook para disa ditë, e xhumoj thash sa dallim do të kenë ditën e gjykimit ai i cili ka dërgu salavatin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që jemi unë, ti dhe plot vëllezëri dhe motra që na shohin. Dhe ai i cili i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'po du me e përmend fjalën pedofil. S'ma bana. Po du me koni qartë me shikues. Edhe fyn komente. Këto dy palë ditën e gjykimit kanë dallim shumë apo jo? Xhenet. A di sa kanë dallim? Po, si mes lindjes dhe perëndimit. Allah. Kjo është mas bakti që mu e përshkru. Shkak se bota tjetër nuk matet me parametrat e dunjas, me kilometrat e dunjas. Andaj ndihuni krenar shikues, vëllezër dhe motra që çojnë salavate, se vlera e salavatit dhe dashuria ndaj pejgamberit që e kemi ne është shumë e madhe. E fllitësira që ai personi i cili kemi në emision ka mu farsosaj, ndërsa ne djegësit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam gjithmonë do të jemi fitimtar, edhe në këtë dynjë, edhe në ahiret.